Nuk jemi kundër kontrollave, nuk jemi kundër ligjit, por jemi për një transparencë dhe për një bashkëpunim të plotë. E para, ne i mbrojmë produsit vendor, rrjedhimisht i mbrojt produsit vendor me ata që krenohemi ne, i mbrojmë edhe konsumatorët tanë, i mbrojmë edhe bashkëpunëtorët tanë. Ministër, që ti emna që ti kom qunë një mail fermerave komplet, këto i ka një mail edhe Bekimi edhe zotëri ministër. Krejt i kanë në email. Ministër, për me qitë një artikull, dush me marrë leje pe javukut. Me qunë shtreskët nuk mund të kjo është stoqe. Kërkojme urgjencë nga Qeveria e Republikës së Kosovës që të ndërmerr veprime urgjente për mbështetjen e fermerëve, prodhuesve, përpunuesve. Nëpërmjet politikave fiskale, politikave administrative, po pse jo edhe formave tjera që ndihmojnë prodhimin tonë, qysh ndihmojnë edhe shtetet tjera prodhimin e tyre. Të ndërmerr veprime urgjente për me zgjidh problemin ose sfidën e daljes së prodhimeve tona të qumshtit në tregjet, jo vetëm rajonale, po sidomos në tregun e Bashkimit Evropian, nëpërmjet njojës së certifikatave fitosanitare të avukut. 3. Të mbrohet prodhimi jon, duke pas kujdes në çdo deklarim, po dhe në çdo veprim administrativ që merr, të respektohet prodhuesi. Nuk jemi kundër kontrollave, nuk jemi kundër ligjit, por jemi për një transparencë dhe për një bashkëpunim të plotë institucione publike, sektor privat, biznes. Se vetëm këtë formë na do të mund të ecëm përpara. Dhe e treta, kërkojmë për rastin konkret të vitës një brend që e them me plot përgjegjësi, një brend që unë si kryetari i ODA të Ballkanit Perëndimor që jam, kam shumë presion për me vendosë në kontakt për me bashkëpunu vita me vendet tjera. Dhe kërkoj me urgjencë që sa më shpejt të dalin analizat edhe të dalin në mënyrë profesionale të pavarura. Ne si shoqatë prodhuesve të Kosovës jemi afër jush, të ndëgjojmë brengat dhe shqetësimet e juja, ne i kemi përcjellë edhe përmes medjave me vëmendje situatat e krijuara, i kemi edhe disa informata në lidhur me disa raportime që po kërkohen dhe nuk jemi kundër asnjë raportimi që kërkohet nga institucionet e shtetit. Këtë çka po kërkojmë ne është që kërkohet vetëm ajo pjesë e cila ka bazë ligjore dhe të njëjtën kohë në bashkëpunim ta krijojmë një format i cili nuk del jashtë kompetencave ligjore, qoftë si ministri, qoftë si Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës. Ajo çka duhet të cekët, e para, ne i mbrojmë prodhuesit vendor, rrjedhimisht i mbrojt prodhuesit vendor me ata që krenohemi ne, i mbrojmë edhe konsumatorët tanë, i mbrojmë edhe bashkëpunëtorët tanë. Apeli jonë është që për të gjithë, sidomos për politikën, mos t'i dëmtojnë prodhuesit vendor duke aluduar në termet e tyre se nuk ka prodhim cilësor në Kosovë. Me datën 7/7 kanë ardhur 2 vetë dhe i kanë marrë 6 mostra. Në më thonë, qëri vikini mostrat, shikoni, na nuk jena kundër që ka tha kolegu për mi marrë mostra. Na jem të hapë për mostra. Këto janë që është marrë me datën dje. Kurse, a ditë kur kanë ardhë, e kanë marrë vetëm një më zgaboj, po e kanë ata me veti, vetëm një mostrën e kanë marrë. Qumshtit 3.2 vita. Kam dërgu edhe grumbullimin e qumshtit ndër vite, si po thot është rritë shumë qumshti plohën edhe vaj palmës. Kompania janë në vitin 2023, 14 milion litra ka marrë qumsht për i vendorve. Në vitin 2024, 14 milion, 2025, 19 milion litra. Edhe këto e ka një mail. Ministër, që ti emna që ti kom qunë një mail fermerave komplet, këto i ka një mail edhe Bekimi edhe zotëri ministër. Krejt i kanë në email. Ministër, për me qitë një artikull, dush me marrë leje pe javukut. Krejt këto i kini në avuk. Nuk është të vërtet që dhe po shesin edhe nuk janë deklarume. Shikoni, janë me data, janë edhe procesi qysh fillon, qysh e lyp ligji.
Nuk guxon Kosovë me shit një artikull pa ta leju AUK. Minister Bono edhe tregoj poplit që nuk i kitë vërtet ato që ka i ki thonë. Edhe minister tregoj që këshilltarja jotja ka qenë vizit, jon vitët, jon kamerat, që ka qenë pjesëmarrëse në çdo cep të fabrikës brenda. Kemi qenë pjesë e një sulmi që është i pa precedent. Ne kemi derë qumsht, është e vërtet. Nuk kemi derë qumsht prej dëshirës, po prej hallit. Jo, u them me sinceritetin të madh, që nga dita e premtë vetëm ferma jam mbi 10.000 litra qumshti ka humbë. Kemi derë dhe kemi falë, sepse qumshti është diçka që nuk me qumsht freskët nuk mund të krijosh stoqe. Stoqe mund të krijojnë përpunus, mirë po sipas përpunusve edhe këta janë ngulfat me stoqe. Andaj, e mbështesim çdo iniciativë të mirë, por jo luftën hibride që është tu shkaktu qoftë edhe prej institucioneve. Institucionet tona publike po na luftojnë për momentin. Është kriju ideja që na jemi të prodhu helm. Kjo është diçka, unë me pas mundësi kisha ardhur me një rekomandim për këtij takimi, që urgjentisht nxirret një ligj. Kjo është vepër penale, çka është ndodhur.